Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në edicionin e mesditës këtu në ABC News. Do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për t'u njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme deri në këtë moment të njëshëm. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e bërë nga ekipi mbrojtjes kryebashkiakut Erion Velia për zëvendësimin e masës së sigurisë, duke e lënë atë pas hekurave. Për më shumë detaje do të kem në një komunikim të drejt për drejt gazetarin tonë Ervin Leka. Ervin, të përshëndes, në cilat argumente rrëzoi gjykata kërkesën e bërë nga mbrojtja e Veliajt? Frika për prishjen e provave ka bërë që gjykata e posaçme të rrëzojë kërkesën e bërë nga Erion Velia dhe avokatët e tij mbrojtës për sa i përket një zvendësimi të masës së sigurisë, atë masë ekstreme pra të arrestit me burg që ka lënë Veliajn në qeli, por me këtë argument gjykata ka rrëzuar këtë kërkesë duke thënë pra se ekziston edhe një rrezik i mundshëm për sa i përket prishjes së provave, pavarësisht se avokatët mbrojtës të Erion Veliajt, ku në fakt ditën e sotme përfaqësohej nga avokati i tij i ri, Sokrat Gjermeni, ku ky i fundit ka thënë se me një vendim të gjykatës së lartë provat shkresore nuk mund të prishen dhe të vetmet provat që mund të prishen janë ato të dëshmitarëve, por në fakt në rastin e Veliajt sipas tij kemi të bëjmë më së shumti me shkresa me prova shkresore që tashmë i kanë në administrim prokuria e posaçme SPAK, të cilët ditën e sotme kanë qenë të përfaqësuar nga dy prokurorët Ols Dado dhe Altin Dumani, pra i shkreu i prokurisë së posaçme SPAK, të cilët të dy kanë bërë kërkesë gjykatës që të vijojë masa e sigurisë së arrestit me burg për Erion Veliajn dhe kështu ka vendosur edhe gjyqtarja e posaçme Etleva Deta duke pranuar pra kërkesën e palës për akuzuese të prokurorëve të posaçme dhe duke rrëzuar kërkesën e Erion Veliajt, i cili ka qenë i pranishëm ditën e sotme edhe vetë në gjykatën e posaçme, ku si duket ka mbajtur përveç avokatëve edhe ai qëndrimet e veta për sa i përket zvendësimit të masës së sigurisë, duke kërkuar qoftë edhe një masë më të lehtë që ajo e detyrimit të paraqitjes apo edhe një masë tjetër për ndalimin e daljes jashtë vendit. Në fakt këto u përmendën edhe nga avokati Sokrat Gjermeni, që në fakt ju ftojmë të ndjekim edhe një prononcim të tij pasi gjykata rrëzoi kërkesën e Erion Veliajt. Një nga kushtet pse është vendosur masa sigurimi ndaj kryetarit bashkisë sepse ai mund të manipulonte provat ose të elmonte provat, ndërhynte në prova. Ndërkohë tani haptazi ky rrezik nuk ekziston më. Kështu që rrethanat janë zbutur pra të sigurimit dhe kemi kërkuar të caktohet një masë më e butë, jo ajo e arrestit në burg, të cilën gjykata nuk e ka pranuar si kërkesë dhe e ka rrëzuar. Ishte dhe zoti Velia vet, ai ka deklaruar të njëjtat gjëra që janë parashtruar në kërkesë, pra aspekte ligjore, nuk ka dalë përtej kërkesave ligjore. Dhe si përfundim, pra, gjykata ka rrëzuar kërkesat. Mbati qëndrimin që masa duhet vazhdojë, sepse pavarësisht se kanë mbaruar hetimet, provat përsëri mund të manipulohen. Pra. Ky ishte logjika e prokurisë, që ne nuk jemi dakord me këtë logjikë, për shkak se edhe një vendim njësues i fundit i gjykatës lartë kolegjit penal ka thënë se provat, sidomos ato shkresore, janë të tilla që nuk mund të ndryshohen. Pra, në ndryshim nga provat të tjera të tipit të gjalla. U kërkua garancia pasurore, kërkuan disa masa, detyrim paraqitjes 5 herë në javë, garancia pasurore, ndarimi daljes jashtë shtetit, pra të gjitha masa që janë përshtatshme për të mbarvajtur pra hetimin që personi mos largohet, megjithëse këto rrezik që janë iluzionare, pra këto nuk ekzistojnë, por në sy gjykata nuk mendon kështu. Mirë, Ervin, duat ndalim edhe një tjetër zhvillim së bashku për të folur për një operacion dhe zbulimin e arsenalit të armëve në kryeqytet ku janë arrestuar 4 persona. Cilat janë detajet më të fundit? Ka qenë një informacion i mbërritur në policinë e shtetit për sa i përket një linje trafiku të armëve të zjarrit, që të paktën sipas hetimeve rezulton që tjetë nga Kosova nëpërmjet pikave doganore, pra të Kosovës në drejtim të Shqipërisë, dhe që më pas magazinoheshin në një godinë në zonën e Selitës. Për këtë operacion policia ka mundur që të sekuestrojë 8 armë zjarri, konkretisht 5 pistoletra dhe 3 automatik, ndërsa në pranga kanë rënë 4 persona që dyshohet sipas policisë
se janë përgjegjës për trafikun e këtyre armëve të zjarrit dhe tashmë ndodhen pas hekurave në pritje edhe për të dalë në masën e sigurisë. Bëhet fjalë për Glorious Nezajn, Rezar Torumin, Klevis Çaushin dhe Ardian Çaushin, të cilët i magazinonin këto armë në zonën e Selitës dhe më pas ka dyshime se do t'i shisnin tek grupet kriminale. Në fakt, bie në sy mënyra se si janë futur armët nga Kosova, pra nga dogana e Morinës, paktën sipas dyshimeve, pra janë futur të çmontuara me pjesë të ndryshme nëpërmjet kësaj dogane dhe më pas janë trafikuar drejt kryeqytetit dhe në zonën e Selitës 7 persona, 4 të arrestuarit arrinin që pjesët e armëve ti montonin dhe ti kthenin në armë zjarri, ashtu siç u sekuestruan edhe nga ana e policisë së shtetit, pra 5 pistoleta dhe 3 armë automatik. Tashmë do të jenë edhe një analizë e kriminalistikës, pra për sa i përket edhe për sa i përket pra nëse këto armë janë përdorur më parë apo janë të gjurmueshme për të parë edhe se ku janë blerë për të kapur edhe rrjetin, por ashtu po hetohet edhe për persona që do t'i shiteshin këto armë zjarri, pra 8 prej tyre, ndërkohë që policia ka në dorë dhe 9 celular që janë sekuestruar 4 personave që merreshin me trafikun e lëndëve, ndjes trafikun e armëve të zjarrit dhe më pas pra shitjen e tyre. Sigurisht në këto telefona do të hapen dhe të kemi nëse ka komunikime me persona të tjerë që lidhen me këtë trafik armëve të zjarrit nga Kosova. Ervin Leka, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Ndërkohë do të vijmë me të tjera zhvillime. Këshilli i lartë i prokurorisë ka miratuar kërkesën e kreut të SPAK për mbrojtje të shtuar ndaj ish drejtuesit prokurorisë posaçme Altin Dumani. Si prokuror, ai ka në dorë dosje të nxehta dhe hetime për grupe kriminale, ndaj përballet me presione të shtuara dhe rrezik. Komisioni i mbrojtjes pranë Këshillit të lartë të prokurorisë ka miratuar kërkesën e kreut të ri të SPAK Klodian Brao për të shtuar mbrojtjen ndaj prokurorit Altin Dumani. Kërkesa vjen pas presionit në rritje ndaj ish-kreut të SPAK, lidhur me hetime të rëndësishme që mbajnë firmën e tij. Disa nga çështjet më të bujshme të hetuara nga Dumani përfshin dosjen e ish-presidentit Meta, dosjen në ngarkim të kryebashkiakut Veliaj, inceneratorët, dosja e Toyota Yaris, dosjen e Lart Haxhiut, si dhe operacionet ndërkombëtare të cilat kanë goditur grupet kriminale shqiptare. Po ashtu, si e ka deklaruar edhe veti shkreu i SPAK, prokurorët që prej nisjes së detyrës janë nën presion, sidomos prej grupeve kriminale për shkak të dosjeve që kanë trajtuar. Dumani ishte në ruajtje të rrept deri në fund të mandatit të tij 3 vjeçar si kryeprokuror i posaçëm. Ruajtja e tij do të vijojë edhe me mbylljen e kësaj detyre. Aktualisht, për shkak të detyrave që mbajnë, kanë ruajtje kreu i SPAK Klodian Braho dhe shefi i gjykatës antikorrupsion Erion Bani. Për shkak të çështjeve sensitive të cilat hetojnë, në ruajtje janë dhe gjyqtare prokuror të posaçëm, ku përfshihen prokuroria Doloreza Musabelliu, e cila ka qenë në shënjestër të grupeve kriminale, Adnan Xholi, Dritan Princi, Vladimir Mara si dhe gjyqtarja Irena Gjoka. Një 42 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Korçë pasi dyshohet se është autor i vjedhjes së 4 automjeteve në datë 31 janar të këtij viti. Përmes një njoftimi, policia thotë se gjatë kontrolleve të këtij shtetësi u gjetën dhe u sekuestruar një kasetafon, një pasaport, një sasi lekësh dhe sende të tjera të cilat dyshohet të jenë vjedhur në automjete të ndryshme. Ky person rezulton i dënuar më parë për vjedhje. Nga dosja Gjisjela, te dhuna në Thuman, nga kërcënimet, te videot e rrahjeve, nga pushteti fisit Raja, te hetimet e SPAK. Një familje e përmendur për vite në kronika dhune. Tani, në qendër të një dosje për trafik ndërkombëtar droge dhe grup të strukturuar kriminal. Bisedat në Sky zbuluan linja trafiku drejt Gjermanisë, Turqisë dhe Holandës. Tonelata drog të sekuestruara dhe miliona euro në lëvizje. Apo bie më në fund miti i të paprekshmëve, apo goditet një pushtet paralel. Raja, histori në 3 kontinente. Sonte në gjërat tona, në orën 20, në ABC News. Kryeministri Edi Rama ka sqaruar vendimin për zhvendosjen e kadastrës së Vlorës drejt Tiranës, duke shpjeguar se bëhet fjalë për një strategji afatgjate të digitalizimit. Rama mohoi çdo lidhje me problemet e drejtimit të institucionit, duke bërë të qartë se qeveria po ecën drejt centralizimit dhe digitalizimit të plot të shërbimeve publike. Kreu i qeverisë paralajmëroi se kjo nuk do të jetë lëvizje e fundit, ndërsa firmosi edhe paketën e dëm shpërblimeve prej 3.5 milion eurosh për dëmet nga zjarret në 15 bashki të vendit. Në të njëjtën kohë,
kohë, Rama njoftoi rritjen e buxhetit të mbrojtjes për vitin 2026 në mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto, duke pozicionuar Shqipërinë si një vend që sipas tij jo vetëm plotson, por tejkalon edhe detyrimet e saj ndaj NATO-s. Lëmpas. Për herë të parë, kryeministri Edi Rama ka sqaruar vendimin për zhvendosjen e kadastrës së Vlorës në Tiranë. Sipas tij, kjo lëvizje nuk ka lidhje me situatën e drejtimit të këtij institucioni, por me një plan tjetër afatgjat, kadastra tërësisht online. Ai paralajmëroi se njëjtë do të veprohet edhe me institucione të tjera. Unë gatrua qëllimisht ose më falni idiotësisht adresa fizike e zyrës me shërbimin për qytetarët. Ky nuk është i pari si veprim për zhvendosje të një drejtorie vendore në qendër dhe nuk është as i fundit. Të tjera drejtori do të zhvendosen dhe ndërkohë ajo që po punojmë për ditë pa pushim është që të sigurojmë mbylljen e ciklit. Pra, jo më aplikim online dhe pastaj marrje mbrapsht të shërbimit me post, por aplikim online dhe marrje të shërbimit me njëherë po aty online. Një nga vendimarrjet më të rëndësishme të kësaj jave për kryeministrin ishin dëmshpërblimet e zjarreve të verës për 15 bashki, në total një shifër rreth 3.5 milion euro. Është bërë një punë shumë e detajuar dhe është krijuar më e rëndësishmja e gjithë korniza për të bërë të mundur që dëmshpërblimit shkoj aty ku duhet dhe cili do që është dëmtuar të marrë atë që i takon. Rama u ndal edhe tek rritja e buxhetit mbrojtjes, duke siguruar se tashmë Shqipëria jo vetëm po bën detyrat brenda shtëpisë, por është më korrekte sa duhet edhe ndërkombëtarisht. Lidhur me buxhetin e mbrojtjes për vitin 2026, i cili e ka tejkaluar objektivin bazë të shpenzimit për mbrojtjen, duke shkuar mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto, pra mbi atë pragun standard të NATO-s që është edhe pragu standard për të gjitha vendet anëtare. Parlamenti Evropian mbështet Shqipërinë në ambicien për përbashkët për integrim në Bashkimin Evropian në vitin 2029. Mesazhi u përcoll nga raportuesi për Shqipërinë, Scheider, pas mbylljes së negociatave teknike. Votat politike do të vinë nga 27 shtetet anëtare të Unionit. Mes tyre Spanja dhe Franca vlerësojnë hapat e Shqipërisë në përmbushjen e reformave të anëtarësimit dhe shprehen pro bashkimit të saj me familjen evropiane. Në një moment vendimtar për fatin evropian, raportuesi për Shqipërinë Andreas Schieder rikonfirmoi ambicien për antarësim në Bashkimin Evropian brenda 2029-s, sipas një plani të dakorcuar mes Tiranës dhe Brukselit. Antarësimi në Bashkimin Evropian kërkon që të kenë një standard jetese, sidomos këtu për të rinjt, që të integrohen me mënyrën e jetesës së Unionit. Ky nuk është vetëm projekt i qeverisë, por i të gjithëve, duke nisur që nga qytetarët që duhet të tregojnë se çfarë po shkon mirë dhe çfarë po shkon keq. Sa më shpejt aq më mirë, por dhe nuk duhet të jap një datë specifike. Duhet thjesht të them që si relator dua që në fund mandatit tim, pra në vitin 2029, të them që Shqipëria do të bashkohet Bashkimit Evropian. Shqipëria synon që brenda këtij viti të mbyll deri në 16 kapituj në mënyrë që në 2027 të përfundojë gjithë procesi teknik, por sfidë mbetet procesi politik, ku antarësimi duhet të ratifikohet në parlamentet e 27 vendeve anëtare. Duam të jemi besim plot se do ecim mirë në të gjitha vendet anëtare, por duhet të jemi të vetëdijshëm se peizazhi politik në Europë po bëhet gjithnjë më kompleks, me prani të dukshme të partive populiste në parlament, sidomos të djathtas ekstreme, që mund të kenë tundime kundër zgjerimit. Është e rëndësishme të punohet me opinionet publike në Europë, në mënyrë që të zvoglojnë perceptimet që qytetarët kanë për zgjerimin. Nuk jam i shqetësuar për Spanjën, që sipas sondazheve të fundit ka një nivel të lartë pranimi për zgjerim, që do të thotë, ne spanjollët
vazhduam që Shqipëria dhe vendet e tjera të jenë së bashku në BE sa më shpejt të jetë e mundur. Përveç Spanjës, në krah të Shqipërisë, në procesin e integrimit do të qëndrojë dhe Franca. Në rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian, askush nuk mund të dyshojë se Shqipëria ka kryer hapa gjigant. Franca nuk harron gjithashtu forcën e angazhimit të Shqipërisë. Kur ishte në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara, nuk ishte vetëm një vend, ishte një demonstrim. Ai një kombi të aftë të përçoi vlerat e paqes dhe së drejtës kombëtare në nivelin më të lartë. Franca është përkrajush, jo për t'u numëruar hapat, por si një partner rruge që e di që forca e një bashkimi nuk matet vetëm në ditën e nisjes dhe ditën e mbritjes, por në solidaritetin e lidhur në çdo kilometër të kryer së bashku. Ky vit konsiderohet vendimtar për Shqipërinë, e cila duhet të përafrojë legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian dhe të mbyll 33 kapituj të negociatave deri vitin e ardhshëm në përmbushje të angazhimit për antarësime të drejta të plota në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Në krah të kundërt dhe kundër të gjithëve, bile edhe kundër të vetëve, Sali Berisha ka tentuar të bindë shqiptarët se të nxjishë Shqipërinë në sytë të huajve është më mirë për vendin se të hedhësh Molotov, kur ato të këshillojnë rrugën e kuvendit është mirë për opozitën. Por kur militantët e vet i kërkojnë llogari përse protestat i thërret dhe i mbyll po vet, Sali Berisha është gjendur në siklet përballë tyre. Komunikimin e tij me qytetarët në rrjetet sociale e ndoqi gazetarja jon Greta Bullari. Pas zyrtarëve europian, Sali Berisha u përball këtë të shtunë me kritika nga qytetarët për gjuhën e përdorur kundër Shqipërisë në institucionet ndërkombëtare. Arben Tafaj thotë çfarë mendon se fiton kur nxin kombin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Jo vetëm që nuk bën një hap pas, por Berisha justifikon qëndrimin e tij. Je gabim shumë. Unë me zërin tim që denancoj mbroj ata shqiptar të ndershëm të cilët nuk pajtohen me këto akte antikombëtare, antikushtetuese, shnjerëzore, me këto akte të cilat Shqipërinë e nxjerrin nga harta e demokracive dhe vendosin në hartën e autokracive. Të premten raportuesi për Shqipërinë i bëri thirrje kreut të PD-s të rikthehet debatit parlamentar, por Berisha nuk heq dorë nga Molotovi, por kur militantët i kërkojnë të qëndrojnë në shesh, Befas, kryetari i tyre, i del kundër. Kjo kërkon nga secili nga ne që të bindim gjithnjë më shumë qytetar se qëndrimi në shesh për sa kohë për aq kohë gjersa të largojmë regjimin, është rruga më e sigurt e fitores tonë. Ju garantoj se drejt asaj në mënyrë të pandalshme do të shkojmë. Por dhe dhunë e shkatërim. Ne do t'ja u bëjmë ferr kësaj organizate kriminale Tiranën. Kjo është arsyeja që ne përqendrohemi tërësisht në Tiranë. Dhe me sa duket, ky është misioni i Berishës në rrugë për protesta dhe jo në institucione për reforma, në rrugë të kundërt me ndërkombëtarët, ndërsa vendi ecën shpejt drejt integrimit evropian. Radio ABC News. Në valët 105 FM. Të përditësojni me zhvillimet më të fundit. Në 105 FM. Zjarri ka përfshirë një banes në fshatin Zvezd të Bashkisë së Maliqit duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Sipas informacioneve paraprake, flakët kanë përfshirë plotësisht një kat të një banese dykatçe. Ende nuk dihen rrethënat e sakta të ngjarjes, por paraprakisht dyshohet se zjarri ka nisur gjatë natës, ndërkohë që familjarët kanë qenë në gjumë si pasojë një defekti elektrik ose nga një sop ngrohjeje. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e zjarrfiksëve, të cilët kanë bërë të mundur izolimin e flakëve dhe shuarin e plotë të zjarrit. Fatmirësisht nuk raportohet për personat lënduar, pasi familjarët janë nxjerrë në kohë nga banesat me ndihmën e fqinjve. Në orët e para të mëngjesit të sotëm është regjistruar në qytetin e Vlorës një rritje e pazakont e nivelit të detit, një fenomen që sipas peshkatarëve vendas nuk është vërejtur më parë me këtë intensitet. Uji ka avancuar drejt tokës duke debërtuar në disa zona pranë qendrës së peshkimit në Radhim, ndërsa varkat e ankoruara janë tendosur fort nga litarët për shkak të ngritjes së menjëhershme të nivelit të detit. Po ashtu uji ka vërshuar edhe në magazinat pranë portit peshkimit, duke krijuar një situatë shqetësuese për mjetet dhe pajisjet e punës së peshkatarëve. Sipas dëshmive të tyre, rritja e nivelit të detit ka qenë dukshëm më e madhe se baticat e zakonshme, duke arritur gati në 1 metër madje edhe më shumë.
Një tjetër element shqetësues ka qenë edhe fakti se disa peshq janë parë të dalë në tokë, një fenomen që zakonisht ndodh gjatë detet të trazuar ose ndryshimeve të forta të nivelit të ujit. Rreshtet e Dëborës ka nisur që në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele dhe vjojnë ende në zonat Boboshtic Dardh, Bilisht, Miras dhe në aksin Korçë Voskopoj. Po punohet për pastrimin dhe kriposjen e rrugëve. Drejtuesit e mjeteve duhet pajisen në gomat dimrore dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit. Në lartësit mbi 900 metra në zonat e Boboshtic Dardh, trashësia e borës arrin nga 15 deri në 20 cm. Miroslav Lajçak ka dhënë dorëheqje nga detyra e këshilltarit për sigurinë kombëtare të kryeministrit slovak Robert Fico. Emri i tij u shfaq në dokumentet e publikuara së fundmi të lidhura me abuzuesin seksual Jeffrey Epstein. Në mesazhet të dy komunikonin për vajzat duke përmendur një rast edhe moshën e tyre nën 30 vjeç. Ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi mohoi se mesazhet me Epstein ishin komprometuese. Një nga figurat më të larta të diplomacisë slovake, Miroslav Lajçak, dha dorëheqje nga pozita e këshilltarit për sigurinë kombëtare të kryeministrit të Slovakisë Roberto Fico, pasi emri i tij gjendet në dosjet që lidhen me skandalin e Jeffrey Epstein. Në miliona faqe që u publikuan së fundmi, ishin edhe mesazhet që Lajçak kishte shkëmbyer me Epstein, që ngritën pikpyetje të shumta mbi përfshirjen në skandalin e pedofilisë të ish përfaqësuesit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Në mesazhet të dy komunikojnë për vajza, duke përmendur në një rast edhe moshën e tyre nën 30 vjeç, ndërsa Epstein në një komunikim tjetër i thot zyrtarit slovak se duke qenë se ai është një diplomat, një vajzë do të jetë pranë tij shumë shpejt. Në deklaratën e tij Lajçak mohoi se mesazhet apo komunikimet me Epstein ishin të natyrës komprometuese. Ai theksoi se kontaktet ishin rastësore dhe jo profesionale dhe se nuk ka përfituar ndonjë gjë nga këto ndërveprime. Nëse do ta kisha ditur më parë për natyrën kriminale të veprimeve të Epstein, nuk do të kisha ndërvepruar me të, u shpreh Lajçak. Ai po ashtu tha se nuk mund të konfirmoj saktësinë e të gjitha mesazheve duke i përshkruar ato si informale. Kryeministri Robert Fico pranoi dorëheqjen e Lajçak duke e përshkruar atë si një diplomat të jashtëzakonshëm dhe kritikoi reagimet publike, duke i konsideruar të egzageruara dhe të bazuara në spekulime. Dhe tha se dorëheqja është një hap për të shmangur rrezikun e reputacionit të keq për shtetin slovak në këtë periudhë të ndjeshme. Emri i Lajçak ishte përmendur në disa komunikime me Epstein, duke ngjallur debat publik dhe shqetësime për figurën e tij diplomatike. Ai ka patur një karrierë të gjatë dhe të shquar diplomatike duke përfshirë detyra si ministri i jashtëm dhe i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Reagimi ndaj detajeve të publikuara ishte i menjëhershëm. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës, por për trejet në të fundit mund të klikoni në çdo kohë në abcnews.al, si dhe të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.